Vizita e Aleksandr Vučić në Rusi ka tërhequr vëmendje të madhe, duke qenë se është një nga ngjarjet që ndodh në një kohë delikate për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe politike, veçanërisht për shkak të tensioneve që kanë lindur për shkak të luftës në Ukrainë dhe ndikimit të Bashkimit Evropian. Edhe pse BE-ja ka kërkuar që Serbia të shmangë vizita të tilla për shkak të angazhimit të saj për të ruajtur lidhjet me Perëndimin dhe për të përmbushur kriteret për antarësim në BE, Vučić ka vazhduar të mbajë një politikë të ekuilibruar për të ruajtur marrëdhëniet me Rusinë. Në lidhje me këtë temë, në një prononcim ka folur avokati shqiptar Spartak Ngjela. Duhet ta dinë të gjithë shqiptarët se Rusia dhe Serbia kanë qenë dhe janë bashkë dhe kundër shqiptarisë. Ata janë kundërshtar të mëdhenj të çështjes shqiptare. Nuk duhen përfillur fare, sepse në këtë kohë shqiptarëve ata nuk mund t'ju bëjmë dot gjë, u shpreh ai. Ndër të tjerat, ai shtoi se shqiptarët duhet të jenë bashkëpunues mes vetes, duke përmendur dhe çështjen e çamërisë. Dhe shqiptarët nga dishullin ilirik duhet të jenë gjithmonë bashkë, sepse pas shekujsh ne tani jemi bashkë, dhe bashkëpunimi ynë duhet të vijojë vrrullshëm dhe me Maqedoninë e Veriut, sepse shumë shpejt do të fillojë dhe çështja e çamërisë në ndihmë dhe në zmadhimin e shqiptarisë, përfundoi avokat Ngjela. Kujtojmë që vizita e Vučić në Rusi, pavarësisht kërkesave të BE-s, pasqyron angazhimin e tij për të ruajtur një qendrim të pavarur në politikën e jashtme të Serbisë, ndërsa kërkon të sigurojë mbështetjen nga Rusia në një kohë të pasigurisë.